Tani vetëm. Pritse unë Këtu kemi një kitare. Kjo është kitarja. Kitarja është frydrori. Nuk do jap. Përshëndetje, mirë se erdhët në një video të re dhe këtë video do ta bëjmë me mikeshën tonë Sarën. Që Sara ka ankesa se thot gjithmonë më përmend në çdo vlog. Qa do bëjmë? Sara do na shpjegoj këtë gjën e çuditshme që unë dikur e kam urryer shumë. Por Sara një ditë të bukur na luajti melodi dhe unë dashurova. Ej, po sigurisht na nisësh me atë. Në këngën time. Me këngën tënde? Po do këndosh ti se. Unë jam e ngjirur. Ti s'do na luash. Edhe do ta bëjmë. Si ta bëjmë? Dhe do ta bëjmë me gitarë se mendoj që tjetër. Dhe ne do luajmë thjesht melodinë dhe juve do komentoni çfarë këngë është kjo, ta bëjmë? Po. E ke harruar apo për çfarë këngë bëhet fjalë? Iku dhe Alexi ultran. Më thënë, kaq ishte mbaroi. Okej, fillojmë pra. Nuk kam prefur më këngën në Albani. Kë ke moj? Seriozisht të ke? Kë ke moj? Unë po gjeta një video të Sarës që më ma ka luajtur gjithmonë. Unë do ta nxjerr tani. Kë ke ti pra? Jo, nuk ta them, sinqerisht. Mos ke këto. Nuk më njeh 10 vjet shoqëri. 10 vjet shoqëri. Po se janë nga 2 milion këngë. Jo, një e kam pasur gjithmonë. Jo. Po ti dëgjoj një herë, se mos të kujtohet. Kjo është? Jo, dhe po më vjen për të qarë me këtë këngë, prandaj ktheva kokën. Jo, nuk është momenti dur të qarë. Okej, po të jap një, kam qenë në Big Brother, kur e kam dëgjuar për të parë këtë këngë, dhe pas daljes time nga Big Brother, unë luajti me të dyja. Dhe gjithmonë më luaj atë këngë. Po të jap një, e fillon me L. L? Po. L? Po të thashë shkronjën e dytë e kuptova për çfarë bëhet. Se është me 2 shkronja. L po. Nuk ta thash unë, ja. Prit, dal. Prit. Kjo. Na jep një leksion. Okej, mund të afrohesh pak i dashur? Si fillim, po të prezantoj me instrumentin e kitarës. Gjërat bazë. Kemi trupi, qafa, Çfarë ka dhe kitarja qafa? koka. Siç kemi ne. Do me thënë, Që me duket. trupi, qafa dhe koka. Te pjesat e trupit kemi urën jona. Ura e kitarës, ura 1 dhe ura 2. Ura vajgurore dhe ura e varur e gëratit. Shtu në ka zona jo. Ura e goricës. Ne kemi ura e goricës dhe ura e re. Dhe ura e re. Ura e re që më lubis. Ura e re shtu. Nga shagëra. Jo, po të kemë tjetë është lumi. Sa më kujtove. Unë dhe Sara kemi qenë te një shtëpi ime e parë, shtëpi Luksi. Ka pas një petrogaz kaq që gatuaja dhe nga cërkat e vajt muri bësh me forma geometrike. Dhe unë atje kisha bërë një imagjinat dhe një pikturë aq bukur sa as tjerë si kisha lyer atë muri se më vinte keq. Madje edhe kur kam lënë në shtëpi më ka ardhur këj si kam lënë. Dhe tani më rindi prapë një imagjinat tjetër. Këtu është lumi. Po duke qenë se është shumë vap, këtej është tharë dhe ka ngelur thjesht një pellk, kjo këtu. Wow. Këtu janë
janë urat dhe fiksja me këto shirita. Urat lidhëse. Ura lidhëse. Ndërsa këto, vazhdo me shpjegimin të lutem shumë. Ma le imagjino. Po vazhdoj, sorry, po vazhdoj. Nëse duke më njojtur, do shkoj shumë thellë, vazhdo ti. Nuk e vej videoja shtator. Okej. Dhe këto këtu janë qelsat që këto shërbejnë për të akorduar telat e kitarës. Që është Për shembull, akordim. Akordim. Akord. Akordim. Akordi janë këto notat që shtypen në të njëjtën kohë dhe krijon një tingull të përbashkët, pa e themi kështu, në gjuhën popullore. Për të akorduar një tel, çdo tel ka çelësin e vet. Që akordon, për shembull, në qoftë se ti blen një palë tela të rinj, se këta kanë shumë kohë që i ka vendosur unë, dhe nuk është se ka nevojë për shumë akordim gjatë gjithë kohës, mjafton një herë edhe është okay. Kur e blen për shembull një pako tela të rinj dhe i vendos, ata kanë tendencën që të bien gjatë gjithë kohës tingëllimi vete nga pa fut kot sol, vete Çfarë po kuptoj unë, sa më e vjetër, aq më e mirë? sa më sa më e vjetër, por që sa më shumë ta përdorësh. Një kitare aq më Jo mirë është. kitare, tela. Se telat ndryshojnë gjatë gjithë kohës, mund të kuptet njëri për shembull, dhe ti do blesh krejt pakun, sepse nuk ta shin deri pjesë. Shiko se kam duke biseduar dhe me disa prindër të shokëve të Arturit, sa kushton një kitare, sepse flitet që kushton shumë shtrenjtë. Tashi, Sa arrin çmimet? nuk është Po se flas për shembull, jo kitare për një fëmijë që mund ta marrë dhe si fillim fillestar, po flas vetëm për Po fillestar. variojnë çmimet 120, 100. Ka mund ta gjesh edhe të përdorur 80, varet ku e gjen. Ti nëse do të shkosh në një dyqan të mirëfillt, sigurisht me 50.000 lekë ose me 80.000 lekë nuk gjen. Me 80.000 lekë maksimum mund të gjesh një ukulele. Që do të thotë Që do të thotë është një kitare sa gjysma e trupit, këtu, ka pjesën e qafës dhe është me 4 tela, ngjason shumë me instrumentin e kitarës, por që quhet ukulele dhe është shumë e vogël si instrument. Mund ta përdor dhe unë. Nuk është vetëm për fëmijë, se shumica mendojnë se është për fëmijë. mund ta përdorë kush. Mo e përdorin që të gjithë. Okej. Po, edhe kështu, ishte mobilit e telat. Sa më shumë ti përdorësh telat, aq më mirë është. Aq më mirë. E di si më duket mua për shembull kur të shikoj ty që luan, si më duket shkencë eksakte, matematikë më vet. Po muzika matematikë është. Më duket shumë e vështirë të betoj. Muzika Po matematikë flash është. seriozisht. Jo, me dhe unë seriozisht po flas. Nuk e di. Për shembull, Muzika është mendoj matematikë, sikur sepse ke për shembull notat. Nuk e di e ke dëgjuar ndonjëherë, Po, që sepse kemi notat zbërthehen. e di se unë kam qenë në pikturë, Sara ka qenë, kemi qenë të dyja në lice. Sara ka qenë për kitare, unë kam qenë për pikturë. Unë kam qenë më duket një vit apo 2 vjet më madhe nga ty. 3. Jo! 4. Jo, 2! Ti kishe viti 2 të komshë viti parë? Po, Po më thua? Po. Sa kokë ka kaluar. Unë me Sara në flisnim, me qëra lafi. Pastaj kur unë njojtëm, s'u ndam më. Nuk ndam më. Po pra, muzika është matematikë, sepse ti do zbërthesh, ti do lexosh notat për shembull. Po ja fus kot, nota 4 të katërta. Të dashur subscribers, ndjekës, Sara, shikues. i mendja të subscribe. Me qëra fjalla shtypje një qikë se si kushton asë një. Nota e plot është sigur ke një kokërmo. Kjo quhet notë e plot. Nuk kam një tabel tash këtu që të ta Po. shkruaj, po që imagjino sikur ke një rreth dhe ky rrethi baras 4 të katërta, kështu shkruhet. Kështu është. Sepse quhet notë e plot. Nëse ti këtë rrethin e ndan në gjys, si quhet 2 gjysma. Dhe këto 2 gjysmat plotësojnë mollën, ti e merr mollën e ndan dysh, quhen 2 gjysmat apo jo? Dhe to lexojnë 2 të katërta. Secila prej këtyre lexoj 2 të katërta. Dhe 2 të katërta plus 2 të katërta bëjnë
4 të 4-ta. Po, Është matematikë. Është matematikë shumë e thjeshtë. Shpikë të sarës. Prandaj them që se po ta zbërthesh unë vërtet, çdo gjysmë det, çdo gjysmë, ne jam pafund ato. Tani Nuk sa. ka problem. S'ka si presim. Jo, nuk ka problem. S'është nevojë. Jo, presim të që të them. Të tani po. Këtë di vetin apo. Okej, nuk do ta presim. Qa do na mësosh në gjë si ato pyetje që pash? Fal vetë nëse është Po diçka. tani leksioni i parë më elementar për fillestarët është pozicioni. Për momentin të rrim domethënë. Po. Perspektiva, Alex po flet. Sara po i çim në cep se s'do të kapet mirë, po s'po ka. nuk ka problem. Për momentin nuk është se bëhet tot fixe edhe pozicioni, se duhet të kesh një karige, duhet të rish drejt, duhet të hapësh këmbët thuajse 90 gradë. Po ti s'ke bëu gjëri të çelmi. Unë s'po them bëri kështu. Po them do ta bësh në këtë pozicion që kitara të mbështetet te këmba jote. Dora duhet të ri shumë e lirshme. Nuk lodhe dora me që rrafe, Jo fare, jo. Pavarësisht se kjo bën punë më të madhe. Nuk lodhe. Se nëse ti e bash shumë të lirshme, atëherë që nuk është se po është të ngordh peshë. Po në qoftë se për shemb kam parë ato çka quhen ato, unë jam out fare në këtë lloj temë. Ta mendosh që 4 vjet e kam pasur këtu. Qoftë ai bën një koncert 1 orë, 2 orë, Po sigurisht po ti edhe me një ushtrim 20 minuta mund të lodhesh normal, po që thjesht pozicioni të ndihmon shumë që ti mos lodhesh direkt. Kjo është më kryesore. Kështu që ti do afrohesh që këtu. që Dhe unë do të mësoj një gjë ushtrim në thojza, më të lehtë. Zëre se unë jam klasë e parë dhe të Okej, afro. atë bazë. Farë për herë të parë në to. Po valla i për të parë po më. Më shumë se kashme? Ja, ky është pak a shumë pozicioni, ne këtu duhet të kishim Nga me stol, kështu. por nuk e kemi. Ne stolin di e blemi. Jo, duhet më vogël. Do vendosësh dorën këtu. Ishte me vogël shumë. Okej, do vendosësh dorën këtu dhe do kalojmë që nga krau andej. Pre. Nuk kam nevojë. Jam ekspert. Eksperte. Po pra, po këtë dorën duhet si fillim të ta marrësh këtu një herë. Pastaj atje. Po kam qenë ta këtu. Jo. E di vetë pozicionin. Kjo është koncerti im i parë. Po. Më shtaj bukur. Pra, po këtë mos i jep për lart, Ja për poshtë, ja për... O, e kam tjerë shumë, s'bëhet. Jo, ju nuk dini, di unë. Nuk bëhet për poshtë, bëka për lartë. Okej, bëj një nga një pra telat. Më fort. Vaj, kusme. Nuk i kaputi, jo, jepi. Tani këtë që bëre ti bëje me gishtin e madh dhe bëje një nga një, po nga poshtë lart. Një sekundë, mblidhi këto gishtat, pak jo shumë, këtë gishtin mbajnë që kështu për ekuilibrin tënd, mblidhi pak këta dhe do përdosh vetëm gishtin e madh. Hello, gishti i madh, kush është gishti i madh? Të kesh mësues. Gishtin e madh. Okej. A ti bësh nga fjalën ku jam qenë vogël kam vetë gishtin e madh. Kam thënë se gjithashtu ashtu kemi. Edhe ti. Tani, do fillosh nga poshtë lart. Ua, po s'bëhet kështu. Kështu. Ta. Jo. Nëse lëvizi pozicionin se je shumë okay. Këtë dorë mbështetet këtu, këtu në këtu poshtë, këtu, jo ishe fare. Të mbështetet këtu, ri rahat këtu me të dorë, ke punën të. E bësh kështu. Po jo pra se më rëshket kjo, di unë anë. Këtë relaksohet të dorë. Je Ha rahat. vaj shu se më bi. A puti kjo. Tani nga lart poshtë dhe do t'i bësh një herë. Po, pra tani të bëj diçka. Po, tani bëj prap nga poshtë lart. Jepi. Nga poshtë lart. Sa ulova. Oh, kam bërë 4 vite unë për atë me më 3. Ti e fort. U lodhe ti me 1 minutë. Sa ti madh. Okej, do bëjmë diçka tjetër. Afro pak më ti. Shqe dhe pak. Ti do i biesh asaj dorë, unë do i bie dorës tjetër. Jemi në rregull. Super, fal, bëm. Prit tashi. Ta se më ra. Okej, bashkëj këmbët. Okej. Sepse nuk e mbështet mirë ti. Tani do ta bëjmë kështu. Ti do bësh vetëm kështu.
Ash, ishe që të dorën titi? Është. Se mbaj unë këtu. Ti bëj vetëm kështu, fu fu fu. Fu 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 fu. Edhe ta them. Bjeri ti fu fu fu. Ua, sa ndryshoj! Sepse ja këto janë akordet. Këto notat që shtypen në të njëjtën kohë quhen akorde. Ua, se bukur. Jo 10 nota, disa nota të kombinuara quhen akord. Pra po se kuptoj. Ma po që të themu tash? Që se kupton ti. Jo, më vllajmë për Penelun, për gjë tjetër. Për Benel, okay. Jo, do ta bëjmë Ma jep ujë? Jo, do ta bëjmë edhe një herë. Okay, ha, jepi. Ha. Shkoj, ti se ta pështi? Poshtë lart. Poshtë. Jo, Jo. poshtë lart. Edhe një herë se theme nga dalë. Poshtë lart. Okej. Provoj një, provoj. Poshtë lart. Ku ti se do vitesh? Poshtë lart. Poshtë lart. Okej. Kur Do ta bësh poshtë lart, poshtë. Jo, është video, nga të fanë. Poshtë, thë me tru. Poshtë lart, poshtë. Jo, nuk e video. Poshtë lart, poshtë. Jo. Poshtë lart ishte okay. E ke. Poshtë lart, poshtë. Nuk e video. Ndërso. Në marrë Penelin. Qa do na luash më gjithë? Qa të luaj pra, nuk e di. Baby Shark. Jo, Po, jo Baby Shark. po, duhet si Baby Shark, në tani si kështu me Baby Shark. Po ti da bësh kështu. E ke baby. Pastaj e ke mami. Po, do ta bëje. U vdes për kën kalamash. Baby Shark. Ha pra këndoje. Jo, se po shijoj, dua të shoh vetë. Sa ti ma që Vazhdo. Se pranova. Vazhdo shuma. Jo, hajde bëjmë në gjithë. Jo, ato do ta bësh tu. Baby Shark. Nisë po, të kam fisë. Mami Shark. Imagjino. Të vesh në plazh, të marrësh kitarën, të bësh një zjarr atje, vetëm kur dëgjon nga larg. Baby Shark, du. Po në një këngë tjetër, se po kënaqem për sa. Po them, melodinë e parë që kam mësuar kur kam qenë 11 vjeç, ndoshta nuk e di, kur kam prekur kitare për herë të parë, kam bërë një mësim, kursa, nuk e di si mund ta quash, se nuk është se ishte ndonjë mirëfill. Ke për shkollën Lali? Jo, kur kam qenë para se të vija në gjimnaz. Mi, po dhe ta të mësojmë që Sara ka bërë liceun. Okej. Dhe vazhdo. Kaq.